Kanë qenë ato kohë në të bukra, një kaluar, jo shumë vite. Periuda më e mirë, ku në mbajnë mend, bashkarisht me prindë e mi sigurisht, duke pas parasysh natyrën e bukur kolorite në Maqedoninë e Veriut, e cila është konkretisht në qytetin e Gostivarit. Me prindë e mi çdo fundjavë e kemi pas traditma familjare, që ne të mbledheshim dhe të dilnim, si shumica që dalin, të hanim, të pinim, të loznim, dhe sigurisht ne një çështje të tillë do e kurorzonim edhe me muzikë nën tingujt e Zogjve dhe padyshim nën petkun e gjelbërt dhe të mrekullueshëm që Zoti më i madh e krijoi për të gjithë ne sigurisht, e që neve na ka mbet që vetëm ta shijojmë dhe realisht unë e mbaj mend si fëmijë dhe si i rritur dhe tani do të thotë ende vazhdoj traditën edhe pse pa prind, megjithatë natyra mbetet motivacioni më i mirë, motivacioni më i madh për mua duke pas parasysh që natyra dhe artisti funksionojnë si një. Andaj, për artistin, prezenca në natyrë është vetë motivimi për një këngë të bukur, për një meditim të mirë, të shëndosh, dhe këte dhe thotë une e kam të mbjellur që në fëmini. Dhe shumë histori të tjera, sepse flas jo për ditë, e jo për javë, por për vite të tëra. Dhe vetëm kujtimet nga më të mirat më mbesin me miqt, me familjen para së gjithash, në atë që i madhi Zot na rrethon kudo që jemi.